Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bim forcon trurin dhe shëron çdo sëmundje, duhet ta mbani të gjithë në shtëpi. Mendja është një barishte shumë e pasur në ushqyes dhe vlera për shëndetin. Vitamina dhe minerale që ajo përmban e rendisin atë ndër erëzat dhe ndër barishtet më të shëndetshme për organizmin. Sipas të dhënave, konsumimi i gjeteve të menteve jo vetëm përmirëson funksionin e trurit, por edhe të sistemit tretës. Vlerat shëndetësore të gjeteve të mentes. Sistemi tretës. Konsumi i rregullt i gjeteve të mentes ndihmon në përmirësimin e sistemit tretës. Mentoli është një përbërës i cili gjendet tek të gjitha barishtet e familjes botanike, ku bëjnë pjesë mentja dhe gjithashtu nenexhiku, të cilët qetësojnë muskujt e aparatit tretës duke zbutur kështu dhimbjen. E ftohura. Vlerat e mentes janë përgjithsisht pozitive në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, të prekura nga e ftohura dhe gripi. Higjiena e gojës. Mentja ndihmon gjithashtu në largimin e erës së keqe të gojës. Ajo është efikase kundër mikrobeve të cilat akumulohen në dhëmb dhe në qelz dhe optimizon higjienën e gojës. Funksionet e trurit. Aroma e mentes mjafton për të përmirësuar fuqinë e trurit dhe për të përmirësuar funksionet dhe aftësitë e tij. Mentja për tritje të shkëlqyer. Vaji esencial i mentes dhe gjithashtu i nenexhikut përshpejton zbrazjen e stomakut nga mbetjet ushqimore dhe gjithashtu shmang pengesat në aparatin tuaj tretës. Mentja në mjekësinë popullore. Në mjekësinë popullore kineze, mentja përdoret gjerësisht për vlerat e saj qetësuese dhe njëkohësisht aromatike. Nga ana tjetër, çaji me mente nuk njihet vetëm për vetitë e tij qetësuese, por edhe për një sër vlerash për organizmin. Në këtë video, ju do të mësoni mbi përfitimet shëndetësore të çajit të mentes. Ndihmon me tretjen. Gjethet e mentes janë të pasura me antioksidant dhe fitoushqyes të cilët i vinë në ndihmë stomakut dhe përmirësojnë tretjen. Për efektin e madh e ka vaji mentes, i cili është më i përqendruar se çaji. Disa prova kanë treguar se vaji mundet që të ofrojë lehtësim për pacientët me sindromën e zorrës së irrituar. Në rast se po mendoni të përdorni vaj ose çaj mente për të trajtuar ndonjë problem shëndetësor, drejtoni fillimisht tek mjeku juaj për të garantuar nëse është i përshtatshëm për ju. Freskon natyralisht gojën. I famshëm për shkak të aromës dhe shijes së tij të pastër dhe të mrekullueshme. Çaji mentes mundet të ndihmojë në eliminimin e erës së keqe në gojë. Ai ka veti antibakteriale të cilat munden të ndihmojnë në eliminimin e mikrobeve që shkaktojnë sëmundjen e pllakave dhe mishit të dhëmbëve. Nuk përmban kafeinë. Ndërkohë që shumë njerëz e konsumojnë këtë lloj çaji sepse e pëlqejnë shijen e tij, shumë mendojnë se është një mundësi e jashtëzakonshme për të zëvendësuar pijet me kafeinë. Mbajtja larg e kafeinës, veçanërisht në mbrëmje, mundet që t'ju ndihmojë ju në problemet tuaja me gjumin ose me tensionin. Stimulon mendjen. Aroma e çajit të mentes stimulon trurin duke ju bërë ju më vigjilent, një qasje krejtësisht e këndshme për të rritur përqendrimin tuaj. Ka veti antibakteriale dhe antivirale. Çaji me mente mendohet se ka veti kritike, antivirale dhe antibakteriale, duke ndihmuar kështu sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht duke forcuar trupin tuaj dhe mbrojtur atë nga sëmundje të ndryshme. Lehtëson dhimbjen e kokës. Mentoli mundet që të jetë një zgjidhje tepër e sigurt për sa i përket
dhimbjes së kokës. Gjithashtu ju mundet që të aplikoni vaj esencial menteje në zonën e tëmthit dhe të vetullave në rast se kur keni dhimbje koke. Pastron gjithashtu edhe sinuset. Nga ana tjetër, mentoli mundet të ndihmojë në luftimin e problemeve të sinuseve dhe gjithashtu, ndërsa ju konsumoni çaj me mente, siguroni që jeni duke thithur të gjithë avullin që lëshon ky çaj i nxehtë. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se mentja nuk është thjesht një barishtë aromatike të cilën ne e shijojmë në çdo pije. Ajo është plot me lëndë ushqyese dhe përfitime shëndetësore të cilat shkojnë përtej shijes së mprehtë dhe nga ana tjetër në Afrikën e Veriut, veçanërisht në Marok, çaji i mentes luan një rol kyç në jetën e përditshme. Përgatitet në një çaj argjendi delikat dhe shërbehet në gota të vogla në një ritual koreografik mirëseardhje dhe respekti i cili ka rrënja të thella në shoqërinë dhe kulturën vendase. Në kultura të tjera, ajo konsiderohet si një barishte e këndshme për tretje, një ilaç tradicional i gjyshes pas një vakti të madh. Cili do qoftë momenti kur ju preferoni që ta konsumoni këtë çaj, përfitimet e çajit të mentes shkojnë përtej rolit të tij social. Ai është një burim shumë i mirë lëndësh ushqyese dhe mundet që të ndihmojë gjithashtu në tretjen më të mirë, të nxjisë njëkohësisht relaksimin, të forcojë sistemin ton imunitar dhe nga ana tjetër të na çlirojë nga dhimbjet e kokës. Antibakterial dhe antiinflamator. Nenergjiku njihet për vetitë e tij antibakteriale dhe antiinflamatore. Mundet gjithashtu që të ofrojë lehtësim dhe duke forcuar trupin ton. Lehtëson nga dhimbjet e fytit dhe gjithashtu të kollës. Ai lehtëson në dhimbjet e fytit dhe kollës duke lehtësuar fytin tuaj dhe duke ju dhënë juve një mbrojtje të menjëhershme për traktin tuaj respirator. Dekongenstant. Mentoli, përbërësi kryesor i nenergjikut, ka aftësi që të pastrojë zgavrën e hundës dhe traktin tuaj respirator duke lehtësuar funksionin e mushkrive dhe gjithashtu të frymëmarrjes. Promovon tretjen. Nenergjiku ndihmon në relaksimin e mureve të zorrëve duke ndihmuar gjithashtu në tretje më të mirë dhe duke ofruar lehtësim në procesin e organizmit të menaxhimit të ushqimit të konsumuar. Ndihmon gjithashtu tretjen e ushqimeve të yndyrshme. Nenergjiku rrit prodhimin biliar i cili është i rëndësishëm për tretjen e ushqimeve të yndyrshme. Pra, është një zgjidhje e shkëlqyer përpas një vakti të bollshëm. Lehtësim nga sindroma e zorrës së irrituar. Sipas ulëmtimit të vitit 2023, çaji i nenergjikut mundet që të jetë veçanërisht i dobishëm për lehtësimin e simptomave të sindromës së zorrës së irrituar duke ofruar lehtësim dhe përmirësim të menjëhershëm. Reduktimi i stresit dhe relaksimit. Nenergjiku gjithashtu ka një efekt tepër qetësues dhe ai duhet që të konsumohet me moderim. Prandaj, konsumi i tepërt mundet që të shkaktojë reaksione alergjike tek disa njerëz dhe nuk rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga refluksi gastroezofageal. Gjithashtu, disa ekspertë rekomandojnë edhe shmangjen e tij gjatë shtatzanisë. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!